Se deputetët demokrat nuk flasin shumë në publik për Edi Ramën, por fokusohen vetëm tek çështja Balluku, duke krijuar perceptimin publik se protestat e opozitës mbahen për Ballukun dhe jo për kërkesën themelore që ju e thoni vazhdimisht, atë të largimit të kryeministit Edi Rama. Demokratët nuk po flasin për Ballukun, po flasin vetëm për Edi Ramën. Mesazhi i demokratëve dhe protesta është e qartë. Edi Rama dhe vetëm Edi Rama. Në rasti i Ballukut, Anisa, është problemi i raportit me drejtësinë, e cila po bllokohet. Po bllokuar ky raport, bllokohet kushtetuta. Pra, në thelb, Akshi dhe Rama janë faqja më e zezë në historinë e vendit. Ndaj dhe ne kemi këtë përcaktim, por sigurisht që ne nuk pranojmë kur në kurrës bllokimin, se ky është asgjësimi i shtetit ligjor. Kjo që po ndodh, de facto është asgjësimi i shtetit ligjor. Kjo është